të bëhet me ulje të ndotjes së pluhurit për 90%. 13 herë më efikas. Po financohet nga Bashkimi Evropian me grant 12 milion euro. Pothuajse secili projekt që e kemi ose që planifikohet me Bashkimin Evropian e ka edhe ndikimin ambiental dhe ndikimin në tranzicionin energjetik. Nëse flasim në energji për projektet e mëdha si ky elektrofiltrave, pra po flasim për një projekt i cili mundëson që prodhimi i energjisë elektrike nga termocentrali Kosova B të bëhet me ulje të ndotjes së pluhurit për 90%, ndërsa me ulje të ndotjes së oksideve të azotit për 60%. Praktikisht, deri me sot, elektrofiltrat i kemi pas të dizajnum 260 mg per normal meter kub. Në qoftë se i bë krahasimet me direktivën më të re ose me elektrofiltrat të cilët do të dizajnohen dhe do të instalohen në Kosovën B, do të t'i bie 13 herë më efikas ose 13 herë do të ndalen më shumë emisionin pluhur në krahasim me ekzistuesit. Sot unë sapo erdha nga nënshkrimi i marrëveshjes për ndërtimin e 5 impianteve të vogla për trajtimin e ujrave të zeza të lumit Sitnica nga mbetjet e Kekut, mbetjet industriale të Kekut, edhe ky është një projekt tjetër i cili direkt ndikon në pastërtinë e lumenjve tonë dhe shëndetin e qytetarëve tonë. Ky projekt po financohet nga Bashkimi Evropian me grant 12 milion euro. Projekti i trajtimit të ujrave është projekt tipik ambiental, qëllimi i të cilit është trajtimi të gjitha ujrave që shkarkohen nga termocentrali Kosova B në lumin Sitnica. Planifikohen diku 5 impiante të ndërtohen para se të shkarkohet ujë në lumin Sitnica. Edhe këtu trajtimi do të bëhet në përputhje me direktivën më të re të Bashkimit Evropian, e cila i parasheh metodat apo teknikat më të mira të disponueshme për trajtimin e ujrave. Në kuadër të këtyre ujrave shkarkuese hin ujrat që kanë përbamje me vajra yndyra të ndryshme, ujrat e procesit, ujrat apo rrjedhjet atmosferike, rrjedhjet e parkingjeve, rrjedhjet nga zona elektrofiltrave, rrjedhjet e ujit nga trolli i deponisë së Thëngjillit,